Dhe në pjesën e fundit të emisionit kemi kënaqësinë të kemi në studio një personalitet akademik që po e nderon universitetin, komunitetin shkencor dhe gjithë vendin me kontributin e tij të vazhdueshëm në fushën e studimeve sociologjike dhe politike. Profesor Dr. Murat Aliu, drejtues i katedrës së studimeve politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin Nën Tereza, së fundmi është vlerësuar me çmimin e ekselencës për kërkim dhe hulumtim për librin e tij Pushteti, Identiteti dhe Hapësira, një studim sociologjiko-politik mbi projektin Shkupi 2014. Ky libër është shpallur libri më i mirë hulumtues për vitin 2024 nga Shoqata Sociologjike Shqiptare dhe Instituti Sociologjik, ku ka dalë edhe triumfues në këtë rast, profesori. Sot do të flasim për çmimin, për mbajtjen dhe për rëndësinë e këtij studimi. Përshëndetje dhe mirë se na erdhe, profesor. Faleminderit për ftesën, me së gjeta. Është shumë kënaqësi. Për një arsye tani që të kemi. Faleminderit. Atëherë le të nisim me këtë çmim, meqense ditë më parë në qytetin e Shkodrës ju u vlerësuat me këtë çmim të rëndësishëm, i cili besoj që ka një vlerë të madhe për juve, si e konsideroni? Sigurisht tani ka vlerë të madhe për mua, le të themi si çmimi i parë, për librin e parë, por megjithatë nuk do të thotë që çdo libër i mirë duhet të marrë çmimin dhe më dekorua me atë. Po si do të shoh, pra ishte një ditë gëzimi për mua, le të themi, një lloj vlerësimi dhe respekti për punën që kam bërë në këtë libër, e që ka qenë një punë goxha e vështirë dhe e gjatë për nga aspekti kohor. E mundishme nuk e diskutoj, sepse ka studime të shumta që janë të përfshira në këtë libër, të marr parasysh edhe titulli si është i librit Pushteti, Identiteti dhe Hapësira, studim pra sociologjik politologjik mbi projektin Shkupi 2014, një temë që është diskutuar jashtëzakonisht shumë vite më parë, por që nuk është e paktë asnjëherë që diskutohet vazhdimisht, sepse gjeneratat e reja ndoshta kur vinë edhe nuk kanë shumë njohuri për këtë dhe është një mundësi e mirë pastaj edhe për ta në dorë këtë libër. Më thuaj, profesor, në një kohë kur kërkimi shkencor nuk është gjithmonë i vlerësuar si duhet, sa nxitës është ky çmim pastaj për akademikët e rinj? Sigurisht tani kur dikush pavarësisht le të themi rëndësisë institutit, shoqatës, institucionit SLAE, pra kur dikush ta vlerëson një punë akademike, kur vlerëson edhe ty si studiues, është të jetë motivuese, do të kisha thënë. Hele veçmasë në këto kohë, në kohë të një krizet madhe të, le të themi, të librit, të leximit dhe punës akademike, përgjithësi të intelektualizmit, çmimet të tilla, jo vetëm për mua, por për çdo secilin, pra janë motivues, kuptimin që na motivojnë, vazhdojmë jo vetëm me këtë, por edhe me libra të tjerë, paktën serioz. Tani me atë cilën përballet mendimi sociologjik, politik dhe përgjithësi mendimi shqiptar, është kualiteti dobët i librave të cilat botohen. Do ta kishe veçu veçmas tu vendin tonë Maqedonin dhe ne shqiptarët në Maqedoni. Vërtet është e vështirë, shumë e vështirë me gjetë sot një botim cilësor ndër akademikët tanë. Jo që nuk ekzistojnë, por janë të rrallë. Dhe ajo që është qetësuese, edhe kur ti mundohesh të bësh një vepër, të shkruash një vepër, le të themi relativisht cilësore apo të nivelit mesatar, ekziston një mospërfillje dhe indiferencë në karshi kundrejt atij libri, në kuptimin që nuk lexohet dhe nuk përfillet. Për shembull, nëse marr këtë libër, unë duke mos dashur dal nga modestia, mendoj që kam bërë një libër mesatarisht të mirë, nga se krahasojmë me nivelet botërore të librave, bota ka punuar shumë, e që u zgënjeva që nuk pata këtu nga mesi akademikëve tanë asnjë lloj feedbacku, që kjo nëmë kupton se nuk i ka lexuar apo e ka lexuar shumë pak veta. Ndërkaq dikun tjetër, le të themi këtu në Shqipëri, ka gjetur edhe një lloj
ka gjetë një lloj vlerësimi. Pse ndodh kjo pikërisht me shqiptarët e Maqedonisë, profesor, sepse mbi të gjithë jemi një kom, të gjithë jemi shqiptar, por këtu dallojmë nga Shqipëria. Sigurisht ne duhet ta kuptojmë dhe ta dimë që ekzistojnë 3 lloj të shqiptarizmës, le të themi minimum 3 lloj të shqiptarizmës këtu në Ballkan, në botën shqiptare, shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë dhe të tjerët. Tani, kur them 3 lloj të ndryshme të shqiptarizmës apo shqiptarëve, nuk kam parasysh që ne dallojmë etnikisht njëri me tjetrin. Ne sigurisht etnikisht për nga origjinë etnike jemi një kom, por për nga rrjedha historike, rrethanat historike në cilët jemi zhvilluar, kanë qenë të ndryshme. Qa dua të them? Dua të them që në Shqipëri është zhvilluar një kulturë tjetër, ndër të tjera të leximit, pra të shkollës, në Kosovë pak më ndryshe dhe tek ne më ndryshe. Sigurisht kjo ka të bëjë me jetëgjatësinë e asaj se sa prej kur ne kemi filluar të merremi me institucionet akademike, prej kur ne kena fillu ta mbjellim kulturën e intelektualizmit. Sigurisht tani Shqipëria është 100 vjet, 100 vjet e ca vite shtetë, Kosova universitetin e morëm në 74, ndërsa ne e hapëm në 94. Sigurisht ky fenomen është fenomen sociologjik, antropologjik dhe kërkon trajtime të tilla. Por kjo nuk nënkupton që ne nuk duhet ta bëjmë edhe kritikën dhe nuk nënkupton që fakti që ne kemi ngel vonë me proceset edukative arsimore, si kom këtu në Maqedoni, nuk nënkupton që ne mos bëjmë kritikën dhe të jemi të kënaqur me këtë nivel. Unë mendoj që ne do duhet ishim në një stat tjetër. Sado që kemi filluar vonë me sistemin, me procesin arsimor e kështu me radhë. Pra do duhet të ishim në një stat tjetër, sigurisht me 10 faktorë tjerë, hyn edhe politika, hyn edhe konteksti socio-ekonomik e kështu me radhë. Po, le të ndalemi pak te kryesisht e botimi i librit dhe mundi që ke shkrir, besoj që disa vite, sepse 4 kapitu janë 6 vite, po më tregoni profesor që për krajën e universitetit e kishit në këtë rast? Jo, kështu kjo. Kjo është realisht, ky libër është tema ime doktoraturës, cilën e kam mbrojtur në Universitetin e Stambollit, katedrën e shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Tema e doktoraturës fillimisht është titulluar Ndërtimi i identitetit të ri Maqedonas, një holumtim mbi projektin Shkupi 2014. Ky punim ka filluar të punohet në vitin 2016. Që do të thotë në atë kohë nuk keni qenë në universitetin në Jo, nuk kam qenë në universitet. Temën e doktoraturës sime e kam mbrojtur realisht në vitin nëntor të 2020. Pasi e kam mbrojtur, tema shkruar në turqisht, në gjuhën turke, unë kam vazhduar të punoj mbi këtë libër duke redaktuar, ritishuar, e kështu me radhë, dhe në vitin 2023, pas 2 vite punë, është botuar në turqisht i njëjti libër. Fillimisht në turqisht është botuar me të njëjtin titull, i njëjti libër, dhe më pas, falë shtëpisë botuese Logosa dhe profesorit i cili njëkohësisht është edhe përkthyesi nga turqishtja, profesor Ali Pajazitit, është botuar në 2024 vjet në dhjetor edhe në gjuhën shqipe. Domethënë komplet kam punuar 5 apo 6 vite mbi këtë libër. Le të themi mbi 600 burime kam përdorur dhe mbi 1000 referenca, që mendoj se janë një numër i konsiderueshëm për të vlerësuar një libër, siç thash, relativisht i mirë, apo mesatarisht një libër i mirë. Tani për nga përmbajtja nëse doni, apo të hym kështu. Para se të hym te përmbajtja, dua të di, meqense se fillimisht është botuar në turqisht, është shpërndar në Turqi, ka pas raste kur edhe është lexuar dhe ke marrë komente? Sigurisht, kam marrë feedback kryesisht nga studiues cilët merren me Ballkanin dhe Maqedoninë. Tani, sigurisht në Turqi numri i tyre cilët merren me Maqedoninë dhe Ballkanin nuk është i shumtë, por kohë të fundit, le të themi këto 10-15 viteve të fundit,
numri i studentëve dhe tezave doktoratës dhe të magistraturës në universitetet turke bëhen për Ballkanin dhe Maqedoninë është rritur. Kam marrë feedback nga studentë shumë të doktoraturës atje, madje nesër po e pres njerën për një intervistë. Ka pasur interesin e duhur, le të themi, duke pasur parasysh që Turqia megjithatë nuk është Maqedonia, megjithatë interesi turqëve për Maqedoninë nuk është edhe aq i madh, por mendoj që ka marrë një vlerësim të duhur. Tani, mbase edhe, le të themi, PR-i apo prezantimi atje ka qenë pak më i vështirë, por arsye se është botuar nga një shtëpi botuese tu në Shkup dhe shpërndarja në Turqi ka qenë më e vështirë për arsye se nuk mund të indeksohet në këto webfaqe që shesin libra online për arsye teknike dhe juridike atje. Por përmes miqve, sigurisht edhe shtëpisë botuese, përmes rrjetit që e kemi ne atje, këna arrit të shpëndajmë asa. Le të ndalemi tani, profesor, pa humbur kohë te përmbajtja, më intereson gjetjet kryesore që dalin nga analiza juaj sociologjike politike në këtë libër. Tani kështu, kjo realisht në base titulli i tezës doktoraturës apo titulli i parë ndoshta ka qenë më i përshtatshëm. Ky libër praktikisht po merret me atë që quhet çështja maqedonase në literaturë apo unë e quaj kriza identitare maqedonase. Dhe unë këtu kam hedhur disa hipoteza, shkurt nëse i bie, po hedh hipotezën që pushteti politik, dhe këtë sigurisht e kam bazuar tek teori famshme Michel Foucault, Antonio Gramsci, shumë autor, filozof e tjerë, kam hedhur tezën. Po mund ta ndalni telefonin lirisht që mos na pengoj. Është një telefon aty që po bie, mund ta ndalin po kameramanët. Mos na pengoj, le ta mbaj. Kam haruar. Pa merak, jemi live dhe ndodhin këto gjëra. Pra, ideja që kam hedhur tezën që pushteti politik, ose pushteti përgjithësi, le të themi, si nocion substancial në vete, ka mundësinë dhe ka potencialin për me ndërtu një identitet, kuptimin e përgjithshëm të fjalës dhe identitetin kombëtar në kuptimin e veçantë të fjalës. Por arsye se tani ne shoqëritë tona nuk janë edhe të njohur shumë me atë që është metoda e dekonstruksionit apo qasjet më të reja të ndërtimit të identitetit apo se çfarë është identiteti. Identitetin e shpeshherë e perceptojmë dhe konceptojmë si një diçka që është substanciale, e lindur dhe e pandryshueshme. Jo, çdo identitet, madje identiteti jon personal është një konstrukt, është një diçka që ndërtohet, është një realitet kulturor dhe historik. Pra ne identitetet tona i krijojmë varësisht nga konteksti historik, kulturor, politik, ekonomik në cilët ne jetojmë. Edhe identiteti kombëtar është i tillë. Ne shpeshherë mendojmë që ka gjak shqiptar, jo, nuk ka gjak shqiptari, ti je shqiptar për arsye se ke lindë në një kontekst të tillë. Për ta thjeshtuar, për të sot merrni një fëmijë, ku ta di unë, 5 muajshe, ja jepni një familje kineze, kur të rritet ai, çfarë do bëhet? Po kinez. Padyshim që po. Edhe identiteti kombëtar i tij, çfarë do të them pra? Identiteti kombëtar pra mund të varësisht si mbjellet, po. Po, mund të në mënyrë të vetëdijshme politika mund ta shpikë në identitet kombëtar. E vërtetë. Definitivisht mund ta shpikë. Tani këtu ke teori qenë dhe teori shumëta që e mbështesin këtë tezë. Kjo quhet më ndryshe teza moderniste apo konstruktiviste e ndërtimit të identitetit. Dhe unë këtu pretendoj që një pushtet i VMN-DPMN-s, duke parë që populli Maqedonas përjeton një krizë identitare, e kriza identitare vjen nga mosnjohja e tjetrit, se shpesh unë për ta përmbyll identitetin tim si Murat, duhet me mnjoft edhe ti si tjetëri. Po që se ta shti po më thu, hej, qka bon Hasan, unë po më jam farë, nuk jam Hasan, unë jam Murati. Dhe po që se shumica për këtyr, një pjesë e madhe të njerëzve fillojnë me ma mohumu identitetin tim, unë hynë krizë identitare dhe të qka bon, hynë në një përpjekje të vazhdueshme për ta dëshmu se unë jam të tjerët, se jam ai vërtet Murati. Edhe këtu ndodhe njëta, pra, e kjo njohje, kjo mos njohje, apo mohim, identitetit nga vjen nga Serbët, vjen nga Grekët dhe nga Bullgarët. Pra,
Maqedonasit, si komp, apo si popull, që nga fillimi, që kur filloi shfaqet çështja apo problemi në Maqedonas, e kjo pas kongresit të Berlinit, deri më sot janë përballur me mohim të identitetit, kur themi identitet, themi elementeve të identitetit, e që është kultura, është gjuha, është tradita, janë mitet, e kështu me radhë, deri më sot nga këto tre fqin, le të themi. Dhe kjo ka shkaktuar një, le të themi me gjuhën e Freudit, një nevros dhe një frikë ekzistenciale tek ato, dhe vjen një pushtet, unë po taktën po e kam hedhë këtë test në atë libër, që njëri përgjithmonë dëshiron me përmbyll këtë krizë, por kësaj radhe duke refuzuar tezën kryesore dominante e cila u ndërtua në komunizëm, e që ishte se origjina e kombit Maqedonas është slave, kësaj here VMRO-DPMN shkoi pak më thellë, tha që ne jemi pasardhës të Maqedonasve antik. Kjo për arsye se çdo komb, sa më thellë të jetë i rënjosur në histori, është aq më legjitim sot dhe nesër, dhe së dyti, pushteti VMRO-DPMN-s e hedhi këtë tezë për arsye se hapësira historike cilën e kërkonte teza slave, identitetin Maqedonas, është vetë se e okupuar nga tjerët. Ti po thu ne jemi pasardhës të Çar Samuilit, për shembull, bullgarët thonë jo, ajo është i Joni. Vën këndej thu nuk e di pak në kohën e këtij Çar Dushanit, thonë janë serbët, thonë është i Joni. Kjo hapësirë deri në shekullin 19 është e zënë. Fundit edhe historinë më tre kombëtare maqedonase pretendojnë bullgarët, Goce Delçevi e këto tjerë. Dhe çka ndodhi? Thanë, gjetë një lloj hapësire, cilën menduan që është bosh, por që nuk ishte bosh. Kësa herë grekët thanë, kjo hapësirë, kjo ta që kemi, por ata kanë ne. Që do të gjitha këto dilema, të gjitha këto problematika janë të strukturuara qartë në të gjitha këto 4 kapituj. Shumë qartë janë, dhe libri është, mendoj unë, me problemin maqedono-bullgar për momentin është më aktual se kur më parë është më aktual. Madje, unë aty kam edhe dhe një tezë që Shkupje 2014, për kundër asaj që shpesher atëherë gjithë shkrimtare, gazetar, analist, menduan që ky ndërtohet kundrejt Greqis, unë e hedh tezën e kundër, që më shumë është një negacion dhe antitese të qëndrimeve të Bullgarisë, se sa ndaj Greqis. Për arsye se rreziku kryesor i kombit Maqedonas vjen nga kultura dhe identitetet që janë të ngjashme. Dhe Maqedonasi me bullgarët janë shumë më ngjashëm se sa me grekët. Dhe shpeshherë mendohet në literaturë, aty shkruan që kultura dominante në numër ka potencial ta përfith dhe ta asimilojnë subkulturën apo kulturën më të vogël. Dhe numerikisht maqedonasit janë shumë më të vogël. Dhe rreziku e tyre kryesor vjen nga serbët dhe bullgarët, për arsye se kulturalisht, identitarisht janë shumë të përafërt. Dhe me këtë, pra identitetin me krijimin e një identiteti të diferencuar nga identiteti i tyre, se identitetin në kupton edhe kufi. Ti vendos të qenë kufi simbolik. Unë nuk jam ti nuk je unë. Ne jemi të ndryshëm. Pra, mundohet me vendos ato kufit simbolik ndërmjet maqedonasve dhe gjithë të tjerëve, rastin konkret bullgarëve, serbëve dhe grekëve, por edhe shqiptarëve. E tani sigurisht këtu hyn në punë që quhet hapësira, space në anglisht që e quajnë. Pra, hapësira përdoret në këtë rast. Tu hapësira e përdor në kuptimin e përgjithshëm, aty hyn arkitektura, hyn arti publik, hyn përmendoret, pra gjitha këto elemente, pra këtu hapësira përdoret për të ndërtuar ky identitet. Për arsye se ne hapësirën, objektet, le të themi, shpeshherë i shohim si gjëra pasive, po ato nuk janë gjëra të vdekura. Ato përçojnë një gjuhë, ato përçojnë po edhe një mesazh fuqishëm, padyshim. Dhe thotë një semiolog famshëm, një filozof, Ronald Barthes, thotë pra qyteti është një libër që na flet neve, një libër që mund të lexohet.
Dhe në këtë rast... Kur jemi të projekti urban, profesor, si mendoni që ka ndikuar projekti në transformimin urban dhe identitar të qytetit të Shkupit? Si e vlerësoni jo? Tani, sigurisht, ky projekt ka transformuar rëndësisht paktën këtë pjesën e sheshit apo qendrës të Shkupit, ka transformuar dhe ka implantuar, le të themi, një identitet të paqen dhe artificial apo grotesk. Për arsye se, po që se shohim stilin barok dhe neobarok, me cilën u ndërtua Shkupi 2014, përveç që edhe për nga aspekti materialeve të përdorura është komplet një kiq dhe një grotesk, pra një falco, ajo nuk përkon edhe me realitetin historik të qytetit. Baroku dhe neobaroku, kur nuk ka qenë pjesë e historisë këtij populli apo këtij vendi. Dhe par nga ky aspekt, pra ka vrar identitetin autentik, original të Shkupit. Dhe është munduar të ndërtojë një identitet të qytetit mbi të gjitha, identitet por edhe të kombit të tyre, e që mendoj në fund të une që hipotezat kryesore të këtij libri nuk e dëshmuan. Për arsye se mendoj që diskursi, ajo teza e Maqedonasve antik nuk u përbrendësua as nga qytetarët, por as edhe nga, le themi, diskursi publik dhe shkencor. Pra ishte një avanturë, një pushteti politik, mbase edhe qëllimi final apo kryesor ishte për mbajtur dhe manipuluar qytetarët. Po, profesor, me qenë se nuk na premton shumë koha, më vjen keq që shumë shpejt shkoj. Ka shumë tema që duhet të flitën rreth këtij libri, sepse është një temë shumë e gjerë dhe e thellë pastaj për të folur dhe për ta transmetuar në fakt deri tek shikuesit, po dua të di se kujt i dedikohet më shumë, akademikëve, studentëve apo qytetarëve të thjeshtë që duan të dinë rreth projektit të saj. Libër kryekëput akademik. Pra që se ka atë shumë detaj, u thash mbi 1100 referenca, për një liber janë shumë 1100 referenca dhe mbi 650 burime kam përdorur. Është një liber i lodhshëm, kështu për ta... Super i lodhshëm. Për ta lexu, se nuk tep ndonjë lloj kënaqësie, nuk është si romani, ka detaje te timta, ka edhe shumë citime, është liber kryekëput. Por që t'jep shumë njohuri pastaj, a? Sigurisht, po. Mendoj që çdo kush i cili, çdo njeri i cili dëshiron ta përkap çështjen Maqedonas apo problemin Maqedonas, që akoma është e kemi mes nesh. Është aktual. Ky libër i jep një monografi, le të themi, si një pasqyrë e përgjithshme se çfarë problemi kanë bashkëqytetarët Maqedonas. Edhe përkundrejt shqiptarëve, por edhe përkundrejt fqinjeve të tjerë. Se në kapitullin e fundit merrem edhe me raportin Macedono-shqiptar dhe ndërtimin e sheshit Skënderbeu më vonë si antitesë e Shkupi 2014, për arsye se ai projekt është edhe etnocentrik. Pra një projekt nga ku u përjashtuan të gjithë etnit tjera. Një projekt i cili një të huaj, një hapësirë, i cili një të huaj që vjen këtu i tregon që këtu ka vetëm Maqedonas. Pra, kjo, për ta përfunduar, për mbyllur, pra, është libër kryesisht akademik. Po, por që zgjon kurreshje për tek të gjithë pastaj, për ta kuptuar. Sigurisht, edhe gazetarët. Historinë e thellë, po ku mund ta gjejmë, profesor, sepse nëse ka shikues që janë përshtatshëm të dinë. Ky libër, pothuajse në gjitha bibliotekat në Kosovë, libraritë në Kosovë dhe në Tiranë është dhe shitet, por për shqiptarët e Maqedonisë, veç mas në Shkupit, tek Logosa, e kemi afër Logosan, ato kam me faqen e tyre në Facebook, u shkruni dhe ato u asigurojnë, unë kisha pak kopje, i shpërndava, nuk më kërë. Sigurisht, për fat të keq që nuk kemi edhe shumë librari që... Fatkeqësisht. Po, fatkeqësisht. Jo shumë po asnjë, jo shumë po asnjë. është tragedin vetë, Shkupi shqiptar. është temë në vete pastaj për të diskutuar. Po, mirë që me të mundësia ta them që këtë, pra mos them është turp, shqiptarët të në Shkup me 2 universitete, mos me pas librari vërtet është për keqardhje. Kjo do të na kështë leksuar edhe ne punës si profesor, për arsye se shpeshherë studentët i detyrojnë të shkojnë në Prishtinë apo të bëjnë online për Prishtinë
librat. Le të jetë kështu një thirrje për një thirrje një lajm I hidhur, por një thirrje e mirë pastaj për dikë që duhet do një ide për të hapur një librari. Po. Profesor, më vjen shumë keq që duhet ta përmbyllim, jemi në minutën e fundit, por që në një të ardhmen të afërt urojmë që të flasim edhe për tema të tjera, sepse jeni I hapur e di për të biseduar rreth profilit tuaj, kuptohet rreth temave që ju takojnë juve, po mbigjitha ky ishte një sukses që duheshte ta ndajmë me shikuesit. Të urojmë shumë suksese dhe të presim edhe për libra të tjera. Faleminderit për ftesën. Ishte shumë kënaqësi. Gjithashtu. Të dashur miq, ne këtu do ta përmbyllim emisionin duke shpresuar që na keni shikuar për 2 orë të plota që kishim në dispozicion edhe këtë ditë. Ju lëm takim prap ditën e nesërme, më falni, me kolegën time Xhanani. Deri atëherë, mirupafshim dhe ditën mbar me programin e TVM2.